Ndërkaq, përderisa është shfaqur interesimi i madh për të udhëtuar jashtë vendit, shumë të tjerë zgjedhin Maqedoninë e Veriut si destinacion udhëtimi. Në deklaratat e tyre për televizionin Shenja, turistët që ne rastisëm t'i takonim vlerësojnë që Maqedonia është një vend shumë i bukur dhe me shumë histori, gjë që i ka impresionuar. Po, është hera e parë dhe jam e impresionuar. Historia, unë jam krishtere dhe Bibla përmend Maqedoninë disa herë. Pablo ka qenë këtu në këtë zonë dhe ky ishte interesimi im që të jem në Maqedoni, dhe po ashtu historia, Aleandro dhe të tjerë. Ne kemi vetëm 30 minuta që kemi arritur këtu, por ai vendi atje ishte shumë interesant. Po, ne jemi në grup. Ne kemi vizituar këtë vend më parë, është plot me histori. Pushimet është një qytet shumë i bukur dhe historia. Ndërkaq, ndryshe nga udhëtimi, një tjetër qytetare e cila vinte nga Shtetet e Bashkuara kishte zgjedhur Maqedoninë e Veriut si vend për të jetuar. Ajo theksoi ngrohtësinë e njerëzve dhe vlerësoi se ky është një vend magjik që jo shumë njerëz dinë për këtë. No, I live here. Jo, unë jetoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara. Unë me të vërtetë i pëlqeva njerëzit dhe Jo, unë jetoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara. Unë me të vërtetë i pëlqeva njerëzit, çdo kush ka qenë shumë i ngrohtë dhe shumë shoqëror. Tashmë për 2 vite deri tani është vend i mirë. Çdo ditë po zbulojmë më shumë dhe ndoshta mund ta shikojmë veten të jetojmë këtu, ose ndoshta jashtë qytetit. Ne i duam edhe fshatrat. Është shumë vend i bukur dhe çdo herë zbulojmë vende të reja dhe është në rregull. Ky është një vend magjik që jo shumë njerëz dinë për këtë. Nga Meksika në Maqedoni, një udhëtim 2 ditor që një tjetër turisti i kishte lënë për shtypje ky vend, nga ku ai shpreson që të mund ta shohë të gjithë vendin. Yes, it's my first time. Po, është hera ime e parë që po vizitoj. E po mirë, gjëja e parë është vendi në lidhje me historinë. Nga Meksika. Po, me të vërtet, si për fillim, vendi dhe historia që kanë pasur më parë Maqedonia dhe Greqia, dhe duke menduar për mënyrën e jetesës suaj, shpresoj që shërbimi të jeti mirë, po do të dëshiroja të vi përsëri, do të doja të shikoj të gjithë vendin. Ndërkaq, sipas të dhënave të enjtit të statistikave, numri i turistëve në prill të vitit 2025 është 96.943, prej të cilëve 21.4% janë turistë vendor dhe 78.6% turistë të huaj. Në periudhën janar-prill 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, gjithsej numri i turistëve është rritur për 13.4% dhe atë te turistët vendor është zvogëluar për 4.2%, ndërsa te turistët e huaj ka rritje për 21.6%.